Selam aleikum, mirë se takohemi. Edhe këtë diel me orarin tonë të ri tashmë të rregull për javën e dytë muaj bekuar të Ramazanit nga ora 15:30 deri në 16:30 ose 4:05. Mos largë për faktin se kemi pastaj emisionin e radhës. Në emisionin tonë javor drita së vërtetës me unë që tonë të dashur ndëruar Fadil Musliu, kurse për temë do të shohim se çfarë ka përzgjedhur hoxha i ndëruar. Hoxha, selam aleikum dhe mirë se na erdha. Aleikum assalam, rahmatullah. Do të flisni për Kur'anin me që jemi edhe në muajin e Kur'anit. Dhe fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm ati mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pas falëndrimeve të Allahut, ju falenderojmë edhe juve për kontributin, për interesimin tuaj që të bëni më të mirën e mundshme për shikuesit dhe dëgjuesit e këtij mediumi të nderuar radio televizionit Pendimi. Meqense jemi në muajin e Kuranit, sigurisht që është edhe arsyeshme të flasim pak për Kur'anin. Jo që ka mundësi ose që ka hapësirë ose që kemi atë luksin apo komoditetin të flasim në detaje për Kur'anin, sepse të flitet për Kur'anin na duhet shumë kohë. Kur'ani është këtë jeta jonë. Mirë po, do të mundohemi diçka apo disa gjëra më elementare që ta kenë parasysh vëllezërit tonë të nderuar kudo që janë, se çfarë është Kur'ani. Fillimisht Kur'ani duhet ta dimë se është fjala e Allahut të madhruar. Kur'ani është fjala e Allahut të madhruar që përmes melekut Gjibrilit i ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është libër që fillon me surën El-Fatiha, përfundon me surën En-Nas dhe me leximin e tij ne i bëjmë adhurim, i bëjmë ibadet Allahut te bareke ve taala. Pra, Kurani është fjala e Allahut taala që përmes melekut Gjibrilit i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillon me kapitullin El-Fatiha, përfundon me kapitullin En-Nas dhe me leximin e tij ne e adhurojmë Allahun te bareke wa ta'ala. Muaj me të cilin zbriti Kurani është muaj Ramazan. Muaj Ramazan. Zaten muaj Ramazan është edhe muaj i shpalljeve. Kanë zbritur edhe librat e tjerë, edhe Tevrati, Zeburi, Injili, fletushkat e Ibrahimit, fletushkat e Musavut dhe Kurani kanë zbritur konkretisht në muajin e bekuar, në muajin e Ramazanit. Që mund të themi se Ramazani jo vetëm që është muaji i Kuranit, po është muaji edhe i librave të tjerë. Për ata Allahu te bareke ve taala e ka veçuar këtë muaj të bekuar me Kur'anin, edhe Ramazani përveç se është muaji i agjerimit, është muaji edhe i Kur'anit. Allahu te bareke ve taala thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Që do të thotë muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani, hudan lin-nas, udhëzues për njerëzimin. Pra, udhëzues për njerëzimin, që do me thonë, i udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë. Dallim pra prej popujve të tjerë që është dërguar të secili, Kurani që ka për gjithë njerëzimin. Tek popujt e tjerë çdo libër ka qenë për një kohë të caktuar. Edhe pejgamberët kanë qenë për një popull, për një periudhë kohore të caktuar, derisa ka ardhur pejgamberi tjetër. Ndërsa Kurani dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë për krejt njerëzimin dhe për krejt krijesat. Dhe Allah thot është sqarues dhe dallues që bën sqarimin edhe dallimin e të vërtetës nga e kota, e sqaron të mirën nga e keqja. Kurani është libër që nuk ka fije dyshimi, sepse është prej krijuesit Allahut te bareke ve taala, është libër pra hyjnor për ata Allahu taala në fillim të Kuranit. Me njerëz ta lexojmë surën El-Fatiha. Pas surës El-Fatiha fillojmë me surën El-Baqara, që është surja më e gjatë në Kur'an,
në fillim të kësaj sureje Allah thotë dhalika el-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ky është libër në të cilën nuk ka fije dyshim. Se nuk ka prodhim i mendjes së njeriut apo i dorës njeriu që më shku njeriu. Për çka është i krijuar prej Allahut, pra është libër hyjnor. Pra Allah thotë ky është libri në të cilën nuk ka fije dyshimi dhe hudan lil muttaqin është udhëzues për njerëzit përgjithësi, po për të devotshmit në veçantë. Pra njerëzit të devotshëm këto e gjejnë udhëzimin. Është libër hyjnor për ata nëse e lexojmë Kur'anin me vëmendje, edhe e kuptojmë, ose lexojmë edhe komentin e fjalëve të Allahut, sepse Allahu te bareke ve taala i ka komentuar fjalët e veta me disa fjalë tjera, ose Kurani pas komentit me Kur'an, se Kurani komentohet me Kur'an, pastaj komentohet me çka? Me hadithet, me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj me fjalët e sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me fjalët e ulemave, dietarëve të ummetit. Dhe nëse lexojmë Kur'anin me vëmendje dhe meditojmë në të, e vrejmë se nuk ka në të mos përputhshmëri apo paqartësi apo divergjenca apo diçka të ngjashme. Për ata Allahu te bareke ve taala thot afala yatadabbaruna al-Qur'an. A nuk e meditojnë Kur'anin, a nuk mendojnë thellë për Kur'anin. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sikur të ishte prej dikujt tjetër, jo prej Allahut, do të gjenin në të shumë divergjenca, do të gjenin në të shumë huti, do të gjenin në të shumë paqartësi. Kundërthënie. Ose kundërthënie. Kështu që ata të cilët e lexojnë Kur'anin, edhe e kuptojnë atë dhe i marrin sqarimet e duhura, mbesin shumë të kënaqur me atë çfarë lexojnë, sepse aty nuk gjejnë divergjenca, kundërthënie apo mos përputhje të fjalëve të Allahut njëra me tjetrën. E ata që e lexojnë, edhe disa gjëra që përputhen apo gjejnë gjëra që ndoshta nuk ju duken se janë të njëjta pikpamjet e tyre në surët paraprake, sepse ka ngjarje që përmendet në surën Al-Baqara, për shembull rasti i Musaut me Beni Israilit, pastaj përmendet në surat e tjera. Dikush thotë s'po përputhen senet ose pse. Jo, nuk është të vërtetë që përputhen në detaje sendet, mirë po trajtimin në një sure është për një çështje tjetër, trajtimi në surën tjetër është për një çështje tjetër. Këtu me Beni Israilit edhe thirrjen e Leopës ka detajet e mjaftueshme. Në surën tjetër thirrja e Firaunit që ja ka bërë Musa alayhis salam. Në surën tjetër thirrja e Firaunit që ja ka bërë Musa dhe Haruni alayhis salam, të dy vëllezër pejgamber, e kanë thirr Faraonin, atë mbretin Zotë më çon rrugën e Allahut. Pra, vetëm do të me pas durim edhe me pas çka, me pas sqarime të duhura të mjaftueshme. Për ata i këshilloj vëllezërit dhe motrat, ata që lexojnë Kur'anin, që kur gjejnë diçka të paqartë, sipas tyre që duket e paqartë, ta qartësojnë atë. Apo nëse gjejnë ndonjë gjë që i shtyn me dyshues se s'po kuptojnë mirë, edhe dyshojnë të, vetëm le të trakasin e derën e njerëzve të dijes, sepse edhe vendi jon, edhe bota sot ka ulema, ka hoxhallar, ka dietar që merren bashkë me shkencën e Kuranit, që ju thuhet mufesir apo mufesirin. Mufesir do të thonë ai që i bën tefsir apo ai që i bën koment fjalët e Allahut te bareke ve taala, normal nuk i bën për vetes, për mendjes apo prej dëshirës, po i bën komentet prej kujt? Prej fjalëve të Allahut, apo prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo prej fjalëve të gjeneratave të arta, edhe kështu e sqaron ato. Kurani është libër që të jep forcën, fuqinë dhe udhëzimin më të mirë të mundshëm. Për ata Allahu te bareke ve taala thot inna hadha al-Quran yahdi lillati hi aqwam. Vërtet ky Kur'an udhëzon në atë që është më e mira, udhëzon në atë që është më e vërteta, në atë që është më e forta. Kur'ani udhëzon në atë që është më e mira. Po ashtu Kur'ani përmban edhe konceptin më të mirë
apo përmban kodin më të mirë për sa i përket besimit në një Zot. Nuk ka ndonjë kod apo ndonjë koncept që e lidh njeriu me Zotin që e lidh Kurani. Që ja detajizon njeriu gjithçka që ai do në besimin e tij në raport me Zotin. I qartëson send. Kurani përbën konceptin edhe më të mirë sa i përket anës shpirtërore, po edhe asaj materiale. Nuk gjejnë në ndonjë vend tjetër, dikun, ndonjë libër tjetër, ndonjë koncept më të përmbushur, ndonjë koncept më të përkryer që gërsheton apo ngërthen dhe i bashkon shpirtënorën edhe materiale. Duke ia dhënë hakun anës shpirtënore, aq sa e meriton, dhe duke ia dhënë hakun anës materiale sa e meriton ajo. Dhe duke e bën njeriu të pavarur e anës materiale. Kështu që kushdo që e lexon Kur'anin e shef se si Allahu Teala në surën El-Jumu'a, në këtë surë, pra në surën e Xhumas, Allahu Tebareke ve Teala thotë ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillah. O ju besimtar, o ju që keni besuar kur të thirreni për namaz në ditën e Xhumas, nxitoni, shpejtoni, shkoni aty ku përmendet Allah, domthonë në shtëpitë e Zotit, se Xhuma nuk folet në rrugë apo në shtëpia, po në xhamia. Shkoni aty me nxitim, pra fas'u ila dhikrillah, shkoni me shpejtësi aty ku përmendet Allahu, wa dharul bay'a, edhe lënë shitjen dhe blerjen. Se tash nuk ka koha e blerjes, nuk ka koha e materiales, tash është koha e kujt e shpirtënorës. Shkoni atje ku gjeni prej, ku gjeni rahati, ku gjeni qetësi. Dhe çfarë thot Allah? Dhe kur të kryet namazi i xhumas, wa idha qudiyatis salam fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kur të kryet namazi, atëherë shpërndahuni, çka përderdhni nëpër tokë, dhe çka më bë, me nejt jo, kërkoni mirësit, begatit e Allahut. Pra bujku shkon në arë, profesori shkon në shkollë edhe jep mësimin, mjeku shkon në klinikë, ai tjetri çka ka me krye punët e veta, për shembull juristi apo ekonomisti apo piloti, ku ta diun kush çka kryen, secili shkon aty në punën e tij, edhe çka i kërkon mirësit, begatit e Allahut. Sikur të mos e kishte këtë koncept që bashkon shpirtënorën edhe materialen, çka kish me thon Allah? Rrini në xhami edhe mos të vesh. Ose nëse e favorizon materialin, kish me thon veç punoni mos u falë, sikur disa që thonë apo punojmë, nuk kemi kohë. Zoti po thotë se ka kohë. A Zoti ka caktuar këto kohë për më falur, si kum caktuar? Sa s'm ka pyet mua as ty, se s'kishum ditë më mirë me caktuar dhe me koordinu që ka koordinu Allahu te bareke ve taala. Andaj do të më lën këto arsëtime, por çka me marrë dhe me pas çfarë koncepti apo çfarë përkufizimi jep shpirtënorës, Kurani dhe çfarë jep pasojë çështë materiale. Kurani përmban edhe kodin më të mirë të moralit apo kodin etik. Edhe nëse shohim kodin Islam që bëron nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e shohim që një pjesë e madhe e Kuranit flet për këtë. Edhe një pjesë e madhe e thënieve hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam flasin për kodin etik, për moralin, për akhlakun. Por ata nuk ka qenë qëllimi final i ardhes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me ndihmue musliman me luftu kundër jo muslimanëve ose që më bot pasën ose këta sa ata. Qëllimi final i ardhes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë me nxjerr njerëz për errësira me qitë në dritën e Islamit edhe çka me përkrye me përsos kanë moralin apo normat e moralit. Për ata i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Vërtet jam i dërguar tek ju që të plotësoj normat e moralit. Të plotësoj normat e moralit dhe ka filluar jo vetëm të mësoj të tjerëve, por vetë të jetë pedagog, që ato që i vinte prej Zotit e jetësante në përditshmëri me gratë dhe me fëmijët e tij. Për ata Aisha radhiyallahu anha kur e kanë pyet
se si ka qenë kodi i sjelljes apo morali i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që me marr prej sjelljes së tij, pra që me i praktikua besimtarët, pra me marr ndëllëmsimi. Aisha ka përmbledh shumë shkurt. Ka thonë kana khuluquhul Quran. Pra kodi i moralit, kodi i sjelljes ka qenë Kur'an. Ka qenë Kur'an. Pra morali i tij ka qenë Kur'an. U dhan me pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shika Kur'an. Ato e gjen. Pra që do të thotë krejt ato çka i ka ardhur prej Allahut, që i kanë zbrit, fjalët e Allahut i ka implementuar, i ka zbatuar në përditshmëri, duke filluar me më të dashurit, me familjen e tij, dhe për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë khairukum li ahlihi. Më i miri për jush është ai që është më i miri për familjen e tij. Wa ana khairukum li ahli, dhe unë jam më i miri për jush për familjen e tij. Kurani është libër këshillimi dhe është libër që nëse i kishte zbrit krijesave tjera, qive dhe tokës, nuk ishin mujt me përballu. Qa është barë, qa është peshë të madhe, qa është vlerë të madhe ka Kurani. Për ata, Allahu Ta'ala thot, "Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Që do të thot, sikur këtë Kur'an tua kishim zbrit kodrave. Allah thot, i kishe pa ato kodrat e larta, çka khashjan të përullura. Strukura. Ka të strukura, të përullura, mutasaddian, edhe të coptuara nga kush? Nga frika Allahut se mos pëjhin hak Kur'anin. Ndërsa njeriu ti ka zbrit Kur'anin, e sa vena thirr, o njeri, sa vena thë Zoti, o ju njerëz, e sa vena shumë në thret, o ju besimtar. As nuk po për ulen besimtarët. As për i coptuat zemra, as për i dridhet zemra, as për i qanë zemra, as kur qeq. S'po tutën për haka? Disa, s'po dhe më në krejt, po ma minë është me thonë shumica. Nuk i bojnë për shtypje fjallet e Allah të bareke, ve ta'ala Allah në rujt. Kurani është libri që mas mire njeriu qetësohet me ta. është libri i qetësimit, i stabilizimit të besimtarit musliman. Sepse Allahu Ta'ala thot, sepse Allahu Ta'ala thot, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vëneri, ela është vëneri, kujdes. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dhe përmendja më e mirë e Allahut në çka bëhet? Ka diçka më mirë që e lavdon Allahun, e falënderon Allahun, përmend Allahun, se sa Allahu ato që ka përzgjedh për veten e vet. Kënë ka përzgjedh Kur'anin. Pra kush don me përmend Allahun, apo kush don me lavdu Allahun, me madhru Allahun, ne kemi mënyrë. Me Kur'an. Me Kur'an. Mas mirë me Kur'an. Edhe ky është komunikimi më i mirë, apo nëse kam drejt me thujt, bisedimi apo bashkëbisedimi me Zotin është përmes Kur'anit. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men arada an yatakallama ma'a rabbih falyaqra al-Qur'an." Ai që dëshiron të bisedojë me Zotin e tij, le të lexojë Kur'an. Se ky është bashkëbisedimi më i mirë i mundshëm. Kur'ani është libër shërues, libër mëshirues, po libër që i shëron njerëzit, libër që i mëshiron njerëzit. Allahu xhalla shanuhu thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Që do të thot, ne kemi zbrit prej Kur'anit apo në Kur'an atë që është shërim edhe mëshirë për besimtarët. Pra është shërim, edhe mëshirë për besimtarët. Ama ata që janë armisht e Kur'anit, Allah thot: "Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Aty në zullumçarëve, aty në bojnë padrejtësi, zullum, aty në nuk ju shtohet diçka tjetër vetëm se humbje. Ata nuk përjetojnë tjetër vetëm se frikë dhe dëshme. Ata që tallen me Kur'an. Kur'ani është libër që ka ardhur për me nxjerrë njerëzit prej rrugëve të devijimit, prej rrugëve të gabuara, prej rrugëve të errta, prej errësira apo prej rrugicave. Për ata në kaptinën Ibrahim, Allah te bareke ve taala thot: "Kitabun anzalnahu ilayk." I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë libër ta zbritëm ty.
Për çka? Li tukhrij an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Për me cilë njerëzit prej errësirave dhe me qitë ku? Sa interesant, në dritë. Errësirat e dhulumat ka orë në shums. Ndërsa drita në njëjës, e nur. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë se rrugët e devijimit, rrugët që humbin njeriu, që shkatrojnë njeriu, apo ato rrogitat janë të shumta. Po dënë me qitë që shtet popullin selamet, në shpetim, po do me shpetu dikan, që të në islam. Se ky liber nuk i jep diçka tjetër njerit përveç se ato që është më e mira më shumë. Ky liber i jep krijesës njeri ato që është më e mira e mundshme. Për çudi, nëse nalemi edhe shikojmë librat e mëhershëm. Për shembull libri i parë që ka zbrit Tevrati, 10 vjetër që i themi, i ka zbrit Musaut. Çfarë mesazhi apo çka e këshilloi Zoti, çfarë i tha? Tha, këtë libër po ta zbresim ty për çka? Le tukhrij qaumak. Po ta zbresim ty me nxirr popullin tën prej errësirave me qitë dritë. E Muhamedi ta i tha popullit tën, le tukhrij an-nas, që të nxjerrësh njerëzimin. Çfarë do të thotë? Ajo ka qenë e përkohshme. U është dedikuar kujt? Popullit të Musaut dhe Musaut, ndërsa kjo është thirrje për gjithë. Ndërsa i dërguar është i dërguar i tërë njerëzimit, mëshirë për tërë njerëzimin. Mëshirë për tërë njerëzimin. Andaj nga këto që më thonë e fitojmë atë shprehin apo e fitojmë atë bindjen që ky libër nuk do të tjetër vetëm se që të miremi me të, që të shoqërohemi me të, edhe çka që ta jetësojmë për ditëshmëri, se ka më në nëzirë neve kejtë, jo veç shqiptarët, po edhe turqit, edhe arabt, edhe rëmt, edhe kush do që dëshiron. Kush do që dëshiron, me gjetë udhëzimin e gjen aty. Kurani e ngrit besimtarin në të dy botët. E ngrit besimtarin në të dy botët, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Për ata në surën e Isra, Allahu Teala thotë: "Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak." Edhe natën, po thotë Allahu, edhe natën, pra çka bënë një namaz vullnetar. Namaz vullnetar, po me u vetmu me Allahu, në shëllë për namaz natë. Bëni pak namaz natë. Asa e yeb'athaka rabbuka maqaman mahmuda. E shpresë se ti nëse vetmuesh me Allahun, edhe e madhron Allahun, Allah ka me të ngrit, çka Zotit ka me të ngrit një pozitë të lartë, pozitë që është e lavdruar. Kush është në atë pozitë janë njerëz të lavdruar, pejgamberët, ulemat, shahidët, njerëzit e devotshëm. Pra, nga këto e kuptojmë që njeriu kur natën i parulet Allahut i bjen poshtë, Allahu e ngrit lart në dikën e qikit. E ngrit lart ku? Vetë një parulje që po na ngrit. Po, vetë një parulje apo ramje që e ngrit besimtarin është kush? Është ky namazi i natës. Pra, kështu ndodh në botën tjetër. Ndërsa në këtë botë, qysh të forcon Allah, apo qysh të ngrit, dallon prej atyre të tjerëve, nëse ti me këtë Kur'an shoqërohesh natën. Për ata i kanë thonë Hasan el-Basriut, që ka puna e disave, për shëndrisin ftyra, dritë për qesin. Që ka puna e disave, për shëndrisin ftyrat e tyne, gjatë ditës për qesin dritë. Që ka thonë Hasan el-Basriut, ka thonë, ata janë që vetmohen natën me Allahun në errësirë, ndërsa ditën Allah jo që ndritën. Ata janë që ju ndriqojnë ftyrat nga drita Allahut që jo ka dhonë. Shkak se janë vetmu pak. Janë vetmu pak me kënë me Allahun te bareke wa ta'ala. Për ata përpara në gjeneratët e hershme, janë vrejt ata që vetmuhen natën me Allahun, janë vrejt ditën. Ata që vetmuhen natën me Allahun, janë vrejt ditën. Në gjitha dritë, në drejtësimi. Në pamje, në sjellje, në fjalë, punë edhe në vepra gjithçka tjetër. Tjetër, Kurani është sqarues apo vërtetues
E atyne që kanë qenë më para, që kanë qenë më herët ngjarjet apo popujt, për ata Allah thot: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun." Këtë libër ta zbritëm të bekuar. Pa mubarakun, i bekuar, i uruar, libër çka? I bereqetshëm. Musaddiqul ladhi bayna yaday, çka është i bekuar dhe është vërtetues i të mëparshmes. Do me thonë, aty në gjanave që kanë ndodhur përpara, i ka detajizu, i ka sharu, i ka vërtetu kush? Allahu te bareke ve taala Kur'an. Pra, ky libër është i bekuar, i bereqetshëm dhe çka është libër që i vërteton ngjarjet, ndodhit që kanë ndodhur edhe më herët, pa qenë ne edhe pa qenë edhe gjeneratat që kanë qenë para nesh. Dhe në përmbyllje, se në tema është e gjatë, po duhet me lënë hapësirë edhe për pyetje përgjigje, Kurani, e thash edhe kalim si më herët, është një libër që nuk gjen të kundërthoni divergjencën, mos pajtimi, mos marrëveshje. Për ata Allah thot: "Elhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Që do të thot falënderimet i takojnë Allahut, i cili ja zbriti robët e tij librin, edhe çka? Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dhe në të nuk lejoj asnjë kundërthone, apo nuk la kundërthone, nuk la kundërshtimin, nuk la mos pajtime, apo hapësirë për me dyshua, apo për me mendu, me plotësu, apo diçka të ngjashme. Andaj ne jemi një popull që Allahu na ka ndëruar me këtë Kur'an. Jemi një popull që na ka ndëruar me këtë Kur'an. Kështu që për Kur'anin duhet të flasim në muajin e Kur'anit më shumë, po edhe jashtë muajit të Kur'anit, edhe jashtë muajit të Ramazanit, dhe është ajo thirrje gati se e fundit që o besimtar musliman, kthenu te libri i Allahut. Kthenu, sepse nuk ka popull, nuk ka shoqëri, nuk ka njeri që ka punu me Kur'an e që ka dështuar. Por popujt, shoqërit, njerëzit e suksesshëm të gjithë janë shoqëruar me fjalën e Allahut, me Kur'anin fisnik. Allahu na boft neve dhe ju prej atyne që shoqërohen me Kur'an, lexojnë Kur'an, studiojnë Kur'anin, meditojnë për Kur'anin, edhe çka e zbatojnë me përditshmëri Kur'anin. Dhe kjo zbatimi praktik është te e nevojshme për çdo njeri prej besimtarëve musliman. Amen. Allah shpëlbet të miru. Amin, Allah shpëlbet. Ne shkotemi për pak reklam edhe ilahi, për të rikthyer pastaj me pjesën e dytë, atë pjesës kontaktuese, ju që në rënë me ne kthehemi vetëm pas pak.